Pra, dhe vendimi të jenë kolegjale, me që përkasin dhe për reformën zgjedhore, por edhe për se do ngrihet dhe Komisioni Reformës Territoriale. Bashkë me zotin Duka, ne hodhëm idenë e Konfederatës, që nuk ishte një ide e re, unë kam propozuar zotit Basha që në vitin 2017. Biles ka qenë një platformë se si organizohet dhe funksionojnë në nivel qendror, nivel lokal. Ideja ishte, qofse do t'i biesh bashk, e ke të vështirë që ti të biesh bashk autoritetet që luftojnë me njëra tjetrën. Pra duhet një middle ground, po e quajmë, disa njerëz që ta arrin ta bien bashk. Dhe unë mendova bashkë me zotin Duka dhe prum bashk. Biles në atë kohë kemi përthirrje dhe zotit Basha dhe faktorët tjerë politik i kanë përthirrje dhe zotit Llapa e tjerë që ore hajdeni, sepse po krijojmë një konfederat që nuk ecën tek ideja kush është lideri, por kush është qëllimi dhe brenda këtij qëllimi pastaj secila ka pjesën e vet. Dhe lideri është ai që ka peshën më të madhe elektorale. Dhe ai lideri nëse arrin konsensun me pjesën tjetër elektorale të opozitës, padyshim që ka të gjithë drejtën për qeverisë për drejtuar, se kjo është praktika parlamentare. Por kjo eci në një lloj mënyre, eci për një lloj kohe dhe pastaj nuk funksionoi më, sepse duhet funksionon dhe jo thjesht nivelin qendror, duhet funksionon dhe nivelin lokal. Për t'i bërë strukturat. Dhe në disa qarqe filloi të ecte dhe pastaj filluam, po pse të jetë ky koordinatori, pse mos të jetë ky koordinator? Janë interesat e vogla të njerëzve të caktuar. Që prishën qëllimin e madh. Me ta thënë pak shkogjurët tonë amerikanët, too many chiefs no Indians, në falë se është pak edhe raciste, po do thënë shumë komandant dhe pak ushtar, ky është bërë problemi i madh. Tani çfarë pritet të ndodhë më pas, zoti Mediu? Pra ju thoni që me zotin Berisha sot vendosët që këto çështje që lidhen ngushtësisht me komisionin dhe përbërjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore të diskutohen në grup, në mbledhje grupi. Mbledhja e grupit ishte pak çaste më parë ju. Ika sepse ishte në emision tek ju. Do ta kisha shtruar dhe këtë çështje. Pra do finalizohet diçka në kuptimin mund të dakordsohet që ju t'jeni në tryezme të drejtë vote? Shko, e para njerë unë të thash, nuk ka asnjë të drejtë vote. Të drejtën e votës e ka Partia Demokratike si partia me madhe opozitare. Sepse aty kalon çdo gjë me konsensus. Po pra, nuk ka vot. Jo, këta 7 të... Nuk kanë vot. Zoti Mediu ka një të drejtë, se në projekt vendim thuhet që duhet çështjet trajtohen dhe duhet arritur konsensus. Nëse kanë ngërçe, mungesë konsensusi apo çështjet e caktuara të cilet palët nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, i drejtohen Komisionit të Venecias ose Odirit. Pra, në një farë mënyrë është një mekanizëm zhbllokues për çështje të veçanta, sigurisht ato çështje që mbartin rëndësi të karakterit politik, personal politik të partive politike. Kështu që nëse Fatmir Mediu s'është, ka të drejtë vote apo jo, për mua sinqerisht nuk krijohet një problem i madh. Mjafton të ketë vullnetin e mirë, predispozitën dhe dialogun konstruktiv mes partive opozitare, i cili gjerë tani, paktën me reformat e fundit, unë nuk e kam para aq të sinqert, që më pas të jetë ky vullnet pozitiv, do ecet pozitivisht, pra me kërkesën e qëllimit të opozitës. Ky raport i OSBE Odirit, e tha sot fare qartë dhe zoti Berisha, nëse nuk do lexohet gërëm për gërëm, të kuptohet gërëm për gërëm, nga ata që merren me politike para, partitë opozitare, deputetet, ata që duan të merren me reformën zgjedhore. Biles dhe futnotat, se janë referencat përkatëse për sa i përket çështjeve konkrete. Unë jam marr bashkë me zotin Vorkshi, bashkë me zotin Berisha në denoncimin e çështjeve zgjedhore. E kam bërë dhe në Porto bashkë me zotin Berisha e zotin Vorkshi, apo edhe me kolegë të tjerë në Parlamentin Evropian, kur kanë qenë me zotin Galer e tjerë. Dhe situata është katastrofale për të thënë, në pikpamje të një proces zgjedhor tërësisht të manipuluar, të kontrolluar, me një tendencë për një kontroll të pushtetit të lidhur me interesa korruptive dhe jo me interesa shqiptare. Por përgjegjësia është ta lexosh, ta kuptosh dhe të përpiqesh ta ndryshosh të paktën atë fuqi që ke nga pikpamja e ballafaqimit dhe legjislacionit që mund miratosh me palën tjetër. Në momentin kur ti nuk e gjetur një gjuhë të përbashkët dhe kuptim të përbashkët me veten tënde, ke krijuar një firo minimale për të paktën presionin që duhet i bësh palës tjetër për ta sjellë në ullin kushtetuese dhe ligjore. E kuptoj. Zot Mediu, por presioni që mund të bësh palës tjetër nuk është në sallën e parlamentit. Presioni që duhet të kishte filluar pas 11 majit, 12 maj ishte presioni që i bëhet palës tjetër përmes kontakteve me qytetarët e thjeshtë. Të lëviznin të gjithë krerët e partive opozitare, jo vetëm krerët, por drejtuesit politik, të gjithë kandidatët për deputet, cep në cep Shqipërisë, pra për të bindur qytetarin e thjeshtë se pse alternativa e opozitës pas 4 viteve duhet të jetë më e mirë se ajo e mazhorancës. Se ballafaqimi politik në seancë plenare bëhet,
po në fund të ditës, sa vota të sjellë? Shiko, unë duhet të them vetëm një gjë. Në diskutimet që unë kam pas me zotin Berisha, dhe besoj sinqerisht që në kuptimin që ai ka, nevoja e diskutimit në grup e gjithë faktorit politik opozitar është primare për zotin Berisha. E them këtë edhe për faktin e zgjedhjeve të pjesshme që po bëhen. Ideja për dalë me kandidat pavarur të mbështeteshin nga të gjithë ishte pikërisht për ta prurë opozitën në mënyrë të përbashkët. Nuk mendoj që do të thonë të ketë një diskutim për këtë çështje, se është Fatmir Mediu apo s'është Fatmir Mediu, kjo është një çështje sekondare. Jo, po nuk është aq sekondare, për sa kohë ju... Ta them pse, nuk më pengon as pak për të vajtur e për të folur në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nuk më ndalon dot as Damian Gjiknuri, as përfaqësues të Partisë Demokratike, që unë përcjell amendimet siç i kam përcjell, dhe nga të paktë i kemi çuar, do të thonë edhe subjekte të tjera ndoshta bashkë me zotin Duka dhe të tjerë, amendimet dhe konceptin tonë për sa i përket reformës zgjedhore. Por besoj që jo Fatmir Mediu vetëm, por ka disa njerëz Partisë Republikane, disa individ cilët janë marrë për më shumë se 25-27 vjet me reformën zgjedhore, edhe në aspektin e ekspertit. Dhe këta duhet jenë pjesë, pra ne duhet kemi një grup politik dhe duhet kemi një grup teknik. Politika bën negociatat. Pjesa teknike furnizon me idenë dhe logjikën se si duhet jetë në reforma zgjedhore, përshtatshmëritë kushtetuese, ndryshimet ligjore që duhet jenë e gjitha. Kush janë kriteret e Kopenhagenit, sa janë, si janë. Pra ne nuk duhet ecim me diskutim se po ulemi po theme, ore po na ndryshoni këtë se po e kërkojmë ne. Ne duhet bijmë të gjithë argumentin juridik, politik në tërës për të se për çfarë duam të bëjmë. Dhe këtë duhet ta negociojmë edhe me ndërkombëtar. Po jap një rast. Në vitin 2001, mbas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2001, patëm një problem shumë të madh me manipulimin e procesit zgjedhor. Kemi qenë me zotin Berisha dhe kemi takuar drejtorin për zgjerim pribe, më duket se ka pas mos e një gjerman po burr fisnik po shumë i ftohtë. Edhe kur ne ngritëm pretendimet për zgjedhje, thanë, shiko tha, ne nuk kemi këto dhëna, por nëse Odiri do të bjerë këtë lloj raporti, atëherë keni për të parë qëndrimin e Komisionit Evropian në raport me Shqipërinë. Dhe e bën. Që detyruan marrëveshjen për presidentin dhe detyruan konsensusin për reformën zgjedhore. Por çfarë ndodhi te konsensusi i reformës zgjedhore? Nuk ishte politika që diskutonte e para, diskutoi në nivelin teknik në OSBE, niveli teknik pastaj negocionte me pjesën politike për të arritur zgjedhjet së bashku me përfaqësuesit e Odirit. Dhe ne në atë kohë kemi marrë të gjitha faktet e manipulimit që kishte prezantuar Odiri, që prezantuan dhe vetë, dhe i kemi çuar në çdo zyrë të çdo europarlamentari, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opozita e ka domosdoshme ta bëjë këtë. Ja u them edhe arsyeën pse. Kur isha në Sloveni, më thot një kolegu im, deputet i një vendi të rajonit Ballkanit, ore ai kryeministri juaj tha shumë fan. Nëse ne ecim me idenë se sa fan është, se sa na bën për qeshur etj dhe sa pa harruar plagët që po shkaktohen në Shqipëri e tjera, ne kemi arritur në shtrëmbrimin total të sjelljes politike, do të thënë jo vetëm nga kryeministri, por edhe të sjelljes tonë për të imponuar seriozitetin dhe respektimin e ligjit dhe të kushtetutës. Ne unë nuk besoj që ne korrektojmë dot kryeministrin Edi Ramën e tjerë, por ne kemi detyrë që të arrijmë në një bindje të përbashkët si duhet veprojmë. Dhe unë kam sugjeruar dhe sugjeroj, e para zoti Berisha ka nevojë si kryetari i Partisë Demokratike të njohë të gjithë elementet, jo në mënyrë spontane, padyshim që ai ka drejtën e vet, por duke diskutuar në grup me platformë se çfarë duhet bërë, në mënyrë që vendimi të jetë sa më bindës, sa më i vërtetë dhe sa më kolegial. Okej, dhe pyetja e fundit, Ergys, nga Partia Socialiste kush do të jetë kryetar dhe nga Partia Demokratike kush do të jetë kryetar? Nga Partia Socialiste është Damian Gjiknuri që do të jetë bashkëkryetar. Pastaj emrat e tjerë të anëtarëve të komisionit të 6 të tjerëve, se janë bërë publike, po pak rëndësi ka da. Besoj se do të jenë teknicien dhe njohës të kuadrit ligjor. Nga Partia Demokratike nuk ka një vendimare për kryetarin. Më herët ka qenë Bilik Bashi, po një teknik, Keleta Libe ka qenë, po njohës mirë kuadrit ligjor është dhe i Vikaso, po nuk është vendosur. Nuk është vendosur nga Partia Demokratike. Po ola ta përsëris, për mua nuk ka rëndësi emri i përveçëm. Kryetar, bashkëkryetar, antar. Është fryma që opozita duhet të çojë atje dhe një unifikim dhe qëndrimin e tyre për çështje të caktuar, sigurisht me interes aty ku ka interes opozita. Për gjithçka, për gjithë ngrehinën, për gjithçka të bëj nga aja të zhë për procesin zgjedhor. Dhe pyetja e fundit që nuk ka lidhje me reformën, po dua ta bëj duke përfituar nga fakti që zoti Mediu është në studio. Partia Republikane mbështet kandidaturën e Binajt për zgjedhjet e Bashkisë të Tiranës kur ato të zhvillohen? Absolutisht po. Po për bashkitë të tjera që zhvillohen në datë 9 nëntor? Kudo.
Ne jemi në të njëjtin qasje, në të njëjtin diskutim. Unë kam qenë edhe pjesë e diskutimit dhe negociatave edhe me faktorët e tjerë politik të paktën këtu në Tiranë. Po. Të cilët nuk kishin përzgjedhur Binaj, kishin përzgjedhur 3 të tjerë, po Binaj pastaj u veç shpall dhe opozita e mbështeti. Secili kishte, kur ti fton palët për negociuar, secila ka drejtë të propozoj, apo jo? Në qartë, po. Por ajo që unë jam i kënaqur është që të gjithë do të thonë mbështesin zotin Binaj. Dhe përfaqësuesit e Partisë Republikane kanë qenë në takimin që bëri zoti Binaj me koordinatorët e partive. Ajo që mendoj që është shumë e rëndësishme është që pavarësisht në pozicionin e kandidatit pavarur, është gërshetimi dhe integrimi punës të gjithë partive politike opozitare në çdo lloj seksioni për të identifikuar votuesin dhe për ta mbrojtur votën. Okej, po opozita si do hyjë në zgjedhje se Binaj regjistrohet si kandidat i pavarur? Për në këto zgjedhje nuk hyet për këshillat, hyet vetëm për kryetarin e bashkisë. Dhe për sa kohë ne kemi rënë dakord të mbështesim një kryetar bashkie, ne do të japim. Nëse ai fiton do jetë i juaj? Ai do të jetë e para e qytetarëve të Tiranës, por edhe neve kemi krenarin që kemi mbështetur një kandidat fitues dhe kjo është do të thënë se unë nuk mendoj që asnjë nga ne ka tentuar deri tani të lozi qoftë me figurën, qoftë me karakterin e zotit Binaj. Ne kemi lënë atij të gjithë hapësirën për të bërë fushatën siç e gjykon ai. Por besoj që një marrëdhënie ngushtë në nivelin, po flas qendër për qendër votimi, me strukturat e Partisë Demokratike në radhë parë, por edhe me strukturat e partive tjera, është në dobi të fushatës e zotit Binaj. Sepse janë njerëz të cilët mezit presin si zoti Binaj për të ndryshuar realitetin në Shqipëri. Janë njerëz që dinë ku kërkojnë votën, janë njerëz dinë si mblidhet vota dhe janë aktivistë politikë të cilët duhet të kthehen patjetër në ama strukturat e Partisë Demokratike që janë më të mëdha janë në gjumë në zoti Medio. Nuk mendoj që është kështu. Paktën në atë një vështrim janë në raport me strukturat e Partisë Socialiste. Shiko, e para duhet zgjohen vetë. Shiko, strukturat e Partisë Socialiste nuk janë struktura partie. Janë struktura shteti. Dhe ky është krimi më i madh elektoral që ndodh sot. Pra struktura politike e Partisë Socialiste është e njësuar me shtetin. Patronazhistët kanë të gjithë rrjetin e informacionit për gjithë problemet që ke ti, dhe në vend që ti zgjidh shteti hallet e njerëzve, shkojnë ata dhe ofrojnë për zgjidhur hallet. Dhe në situatën që kemi shumë njerëz përpiqen ta ulin kokën përballë drejtës votës në raport me problemet që kanë. Dhe këtu vjen të gjitha gamat e problemeve, nga ligjore, nga pronësia e tjera. Dhe shumë tregon pragmatisëm. Është njësuar shteti dhe nuk janë, kjo është e shkruar e qartë, e zezë mbi të bardhë me këtë raport Odirit. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë kështu. Do dhe të kesh edhe kurajon ta justifikosh përdorimin e parave të buxhetit shtetit për të blerë vota, për të blerë grupe interesi, për të burimet e shtetit, për të zgjidhur problemet nëpërmjet strukturave politike dhe jo institucionale shtetërore, do vetëm Shqipëri ndodh. Do këtu po bëhet e pranueshme dhe kjo është gjëja më e vështirë dhe më e keqe.